Çashka nga sot do të flasë shqip, pasi Suat Shaqiri edhe zyrtarisht mori detyrën e kryetarit të komunës së Çashkës në një deklaratë ekskluzive për televizionin Shenja. Shaqiri tha se do të jetë kryetari të gjithë qytetarëve pa dallim të përkatësisë etnike dhe fetare. Do të jem zëri i gjithë qytetarëve pa asnjë dallim në asnjë formë, as në mënyrën fetare apo as kombëtare. Të gjithë qytetarët me mua do të trajtohen të barabartë. Vi si kryetari komunës dhe me 6 këshilltar, që sot e konfirmuam se kemi shumicën e këshillit të komunal, që i ka gjithsej 11, kurse 6 janë të koalicionit tonë. Zbuloi edhe projekte që do t'i realizoj në mandatin e tij 4 vjeçar. Platforma ime është domethënë platformë reale, program real, me cilët qytetari me ato që ballafaqohet, ato do të kemi dhe prioritet. Duke u nisur nga shërbimet publike të transportit, duke u nisur nga çështja e vendbanimeve të cilët ballafaqohen me mospasjet e ujit, nga vendbanimet të cilët nuk kanë vizita mjekësore, sigurisht që ne do të jemi zëri i këtyre qytetarëve në institucionet qendrore, që të kemi bashkëpunim, të kemi marrëveshje të ndryshme, që të paktën në vendbanimet të Çashkës të ketë minimum vizitë mjekësore, sepse akoma ballafaqohen me mospasjet e mjekëve vendbanimet maqedone. Veç Shaqirit, sot mandatin e morën edhe këshilltarët komunal të komunës së Çashkës, në të cilën lista e kryetarit Suat Shaqiri ka shumicë prej 6 këshilltarësh, ndërkaq partitë tjera së bashku kanë 5 këshilltarë.